Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekja e njohur do ju befasoj. Nga nesër pini një lugë vaj ulliri esëll dhe shikoni çfarë ndodh. Ajo çfarë bën vajin e ullirit një super ushqim është niveli lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos acidit oleik dhe antioksidantëve të ndryshëm. Vaji i ullirit është e quajtur ndryshe mrekullia mesdhetare. Nëse do ta konsumoni një lugë vaj ulliri çdo mëngjes, ju do të parandaloni demencën. Një grup ekspertësh në Universitetin e Luizianës kanë zbuluar se një përbërës fenolik i quajtur oleukantal që gjendet te vaji i ullirit ka fuqinë të kontribojë në nivelet e këtyre aminoacideve që t'i spastrojë ato. Parandalon gjithashtu problemet e radikaleve të lira. Vetitë e vajit të ullirit ekstra të pastër janë të mira në luftën kundër llojeve të ndryshme të radikaleve të lira. Dy llojet që është testuar më shpesh lidhet me sistemin e tretjes dhe problemet e gjirit. Vaji i ullirit është i pasur me acidin oleik që parandalon formimin e qelizave të dëmshme dhe antioksiduesit fenolik, të cilët kanë veti të mira kundër këtyre komplikacioneve. Ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër nga personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit, si dhe ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut. Forcon sistemin imunitar. Antioksiduesit e vajit të ullirit mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet, mbrojnë zemrën. Vaji i ullirit ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit. Ndihmon për të rënë nga pesha, ju ndihmon të ndiqni sasinë e djamit të tepërt, sigurisht i kombinuar me dietë dhe me ushtrime. Është vërtetuar nga studime të ndryshme shkencore se vaji i ullirit ka përbërës dhe përparësi të mira ndaj llojeve të tjera të vajit. Vaji përfituar nga ulliri përmban yndyrna të pangopura dhe një lugë gjedhe me të ofron rreth 120 kalori, 15 gram yndyrë dhe nivelet të kolesterolit janë pothuajse zero. Gjithashtu vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Njihet për efektet pozitive për mrekullinë që bën në trup dhe shkojnë në përtej kësaj. Sipas Brightside, duhet të konsumoni çdo ditë një lugë me vaj ulliri për këto arsye të rëndësishme. Ndihmon në stabilizimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Vaji i ullirit mund të jetë sekreti për uljen e glukozës. Ai mbron trupin nga diabeti dhe mund të zvogëlojë rrezikun e tij me 40%. Përmirëson shëndetin e zorëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatërrojë bakterin e dëmshëm në më pak se 14 ditë. Zvogëlon inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës, të shkaktuara kryesisht nga inflamacioni. Përmirëson shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden tek vaji i ullirit ekstra i pastër përmirësojnë dhimbjet e kyçeve, ngurtësimet të mëngjesit që shkaktohen kryesisht nga artriti. Është i mirë për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Ndihmon gjithashtu në humbjen e peshës. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vajin e ullirit, ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e peshës. Vaji i ullirit është aleati juaj më i mirë i lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen, entjen dhe ngadalëson shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një disinfektues natyral dhe ndihmon gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj.
Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësinë farmaceutike ose për higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim është gjithashtu edhe niveli i lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos acidit oleik dhe antioksidantëve të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që i sjell shëndetit, vaji i ullirit është quajtur ndryshe mrekullia mesdhetare. Nëse do të konsumoni një lugë çaj vaj ulliri çdo mëngjes, ju do të parandalonit këto komplikacione. Sëmundjet e demencës. Një nga shkaktarët e sëmundjeve të Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh nga Universiteti i Louisianës kanë zbuluar se përbërjes fenolike të quajtur oleokantal, që gjendet te vaji i ullirit, ka fuqinë të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i pastrojë ato, duke përmirësuar kështu edhe shëndetin tuaj të kujtesës. Vaji i ullirit duhet të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Vaji i ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole sterile dhe acide yndyrore të tilla si acidi oleik dhe palmitik. Acidi oleik dhe yndyrnat esenciale për një shëndet të mirë, duke qenë se është lehtësisht i tretshëm, vajin e ullirit mund ta konsumoni në gjedhra sallatra, por a e dini se çfarë ndodh nëse pini një lugë gjedhe vaj ulliri çdo ditë me stomakun bosh? Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni trukun të pini një lugë gjedhe vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vaj ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionet e sistemit imunitar. Ushqejnë fytyrën e thatë, trajtojnë aknet dhe rënien e flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrë në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse e ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazh i thjeshtë me pak vaj ose i kombinuar me një të kuqe veze, pure karote ose vaj kokosi, dhe fytyra juaj do të ndjejë ndryshimet e para. Vaji i ullirit është një aleat shumë i mirë për shëndetin e mëlçisë. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjitha elementet ushqimor, yndyrnat, proteinat, karbohidratet, vitaminat, kripra minerale të tjera, prodhon substanca për të përthithur vitaminën K, ndihmon në përthithjen e vitaminës A nga beta-karoten, prodhon enzima për të tretur ushqimin, funksionon si detoksifikues për të larguar lëndët toksike që janë marrë nga ushqimi ose janë prodhuar në aparatin tretës. Gjithashtu, si çdo organ tjetër, edhe mëlçia ka nevojë për të detoksifikuar. Përzjeni një lugë gjedhe me vaj ulliri dhe një lugë gjedhe me lëng limoni dhe e pini atë esëll çdo mëngjes. Gjithashtu, vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kursersi në regjimin tuaj ushqimor, sidomos të personave që vuajnë nga diabeti. Madje sipas mjekëve, ata duhet të konsumojnë vetëm ushqime të gatuara me vaj ulliri, pasi ul nivelin e kolesterolit të keq dhe balancon nivelin e glukozës në gjak. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj, dhe pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do ta kthejë atë në një aleat të vërtet për shëndetin e përgjithshëm. Vaji i ullirit njihet si eliksiri i gjatësisë prej përbërësve antioksidantë dhe vitaminave, ndaj përdorimi i përditshëm i tij është esencial për dietën e shëndetshme. Nëse pini një lugë gjedhe vaj ulliri çdo mëngjes esëll, përfitimet e trupit tuaj do të jenë të shumta, por edhe ka teori që disa mund të jenë kontradiktore kur bëhet fjala për sasinë. Vaji i ullirit përmban 82 deri në 62 acide dhjamore. Acidet siç janë oleik, lineolik, palmitik dhe stearik. Ajo është i pasur me vitamina antioksidant, vitaminën E, gjithashtu edhe provitaminën A. Ndihmon në formimin e kockave dhe në mbrojtjen e tyre edhe nga lëndët kryesore që përmban. Vaji i ullirit ka aftësinë të ulë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare. Sipas një studimi të publikuar në The Journal of American College of Cardiology, konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ul ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve në zemër. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.